Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E mërsina Allahu subhanahu wa ta'ala, nisim ditën e sotme një cikël ligjëratash në qendrat kulturore të Meftenisë së Shkodrës me në qendër të vëmendjes sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka një hadith ku pejgamberi alayhi salatu wasallam urdhëron të thotë se ashabi kanë nujum, shokët e mi, sahabët e mi janë si yjet, edhe pas cilit do që të shkoni, do të udhëzoheni. Kështu sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam janë pika referimit. Edhe sot në një botë që ka humbë udhëzimin, edhe ka humbë pikat e referimit, edhe ka humbë shembullin, njeriu në shembull, patjetër që kemi nevojë që me gjetë një shembull për jetën tonë. Pa dyshim që shembulli më i mirë për të cilin na flet edhe Kur'ani famullar është Hazreti pejgamberi alayhi salatu wasalam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Do të thonë shembull tyre më të mirë keni në pejgamberin alayhi salatu wasalam. Na thot Allah azza wa jalla në Kur'anin famullar për Hazreti Ibrahimin alayhi salatu wasalam, që ishte shembull. Kemi shembull Hazreti Ibrahimin alayhi salam. E na thot pejgamberi alayhi salatu wasalam për shokët e tij, shokët e mi janë si yjet. Do të thonë shembull. Edhe pa në shumësinë e haditheve, nëpërmjet të cilëve pejgamberi alayhi salatu wasalam na tërheq vëmendjen drejt hakut të sahabëve, do të kuptonim se sa në borxh të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam jemi i secili për nesh. Edhe pa marrë dhe me eshtru lanën e Islamit përgjatë jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam, do të gjejmë se njerëzit që e kanë praktikuar më së miri Islamin në çdo fushë të jetës janë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Prandaj thotë ai zotni që shekujt më të mirë janë shekulli im, pastaj ai që pason, pastaj ai që pason. Pra kanë thënë shekulli i pejgamberit me sahabët, shekulli i tabiinëve edhe shekulli i tabiinëve. Me fol për këtë temën e sahabëve, edhe vlerën e sahabëve është një derë që hapet dhe nuk e mbyllim dot sa të kemi jetë, pse se ka një lamë të bollshme, dhe ka argumente pafund, dhe ka personazhe pafund, dhe ka stacione pafund ku mund të ndalemi edhe mund të përfitojmë për jetën tonë. Unë kam zgjedhur me nis këtë cikël ligjëratash me disa të dhëna edhe detaje mbi jetën e Hazreti Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Edhe pse është njeriu i cili përmendet në Kur'anin famullar si shoku, shoqënuesi i pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Kush e din se ku? Me çfarë rast përmendet? Edhe ku? A din në kush? Hazreti Ebu Bekri përmendet në Kur'anin famullar si shoku i pejgamberit alayhi salatu wasalam, si shoqënuesi i tij. A din vendin se ku? Idh yaqulu li sahibihi, kur i thot shokut të tij, la tahzan inna Allaha ma'ana. La tahzan inna Allahu ma'ana është mësim jetët për ne muslimanët. Kretni duhet me e ditë përmendsh këtë. Jo thjesht me e ditë përmendsh edhe me e përsërit. Po me e pas në hatër që edhe në momentet më të vështira të jetës, ti duhesh me pas besimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam që thotë la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u dëshpëro se Allahu është me ne. Mirë po, në raportet tuaja me fen tënde, prap duhesh me e ditë përmendsh këtë ajet kuranor, jo për me e thanë përmendsh, por me pas kurajon dhe vetmohimin e Hazreti Ebu Bekrit, i cili ishte aty bri pejgamberit alayhi salatu wasallam në një vend shumë të vogël, në shpellën e Theurit. Është një vend shumë i vogël, me zihin 2 vet. Edhe i dridhej si porteka, edhe qante. Sa pejgamberi alayhi salatu wasallam shqetësohet, e thotë çka ke? I thotë ja Rasulullah, pa me pa ndonjërin për ty në poshtë kamëve të tij, kamë na diktu. Sa të ishin vunë në gjurmë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe donin ta vrisnin, donin ta eliminonin, donin ta zhduknin me kap gjallë vdek. Fa Hazreti Ebu Bekri në këtë moment është bri pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo tregon vetmohimin e besimtarit të modelit Bekrit në raport me fen. Unë edhe ju sot sa Bekrit jemi, do të thënë sa në gjurmët e Hazreti Ebu Bekrit jemi. Se kollaj me folni për jetën e atij zotnis. Meseleja është sa jemi të afme e dëshmu modelin e tij në jetën tonë të përditshme. Do të thonë të gjitha argumentet e fesë që i lexojmë dhe i trajtojmë dhe i komunikojmë me njëri tjetrin, nuk i bëjmë thjesht për mush një orë,
edhe me kalu një lan, apo një program që e kemi vendos apo e kemi shkru. Jo, duhem për me mësu diçka të re. Unë i pari, duke ju pa ju, duke pa në pasqyrën tuaj, ju po ashtu. Fa Hazreti Ebu Bekri kush është? Quhet Abdullah ibn Osman ibn Amir. Abdullah ibn Osman, ky Osmani takohet me pejgamberin ton alayhi salatu wasallam tek gjyshi i 7 i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe është një kushëri shumë i lartë i pejgamberit alayhi salatu wasallam tek Murra ibn Ka'b. Është gjyshi i 7 i pejgamberit alayhi salatu wasallam. Me të takohet kush? Osman ibn Amir, që është baba i Hazreti Abdullahut, pra Hazreti Ebu Bekrit. Në gjahilije e quhej Abdul Ka'be, robi i Ka'bes. Abdul Ka'be. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam me islam i ndroi emrin dhe ja vendosi Abdullah, robi i Allahut, robi i Ka'bes. Robi i Allahut. Edhe më të bukurin emër dhe më të mirën emër ja vendosi shokut e tij më të ngushtë. Është burri i parë që ka pranuar islamin. Pra njeriu i parë që ka pranuar fenë e Allahut azza wa jall prej burrave dhe në mënyrë kështu të pa diskutueshme, pa asnjë lloj dileme, pa asnjë lloj pikpyetje, pa asnjë lloj shqetësimi, është Hazreti Ebu Bekri radhiyallahu anhu. Sa kanë dëgjuar që Muhammed ibn Abdullahi, pra pejgamberi alayhi salam, është ba pejgamber, i është shpall nga Allahu, ky është besnik, ky është njeri i sinqert. Absolutisht, nëse e ka thënë të vërtetën. Absolutisht, as më thënë po ta pyes një herë, po si, po ku, po kur, po ç'nolli, si nolli. Absolutisht. Prandaj është njeri që kur e përmendim, kemi në hatër dorëzimin absolut përpara drejtës edhe udhëzimit të Allahut azza wa jall. Është një model i jashtëzakonshëm. Nuk ka dyshim të në rumon në nana edhe motra dhe bija të shtrenjta, edhe ju vëllezër edhe zotënit e mi të pranishëm, se Hazreti Ebu Bekri është ma i miri i ummetit islam. E kështu ka me kenë deri në ditën e gjykimit, edhe kështu ka me kenë edhe në xhenetet e Allahut azza wa jall. Kaç besimtari i madh ka kenë edhe, kaç njeri që është shprehur Allahut azza wa jall ka kenë, me gjithë gradin e lartë që ka pas, sa që thoshte, pa me ditë se e kam njenën kam duke hyrë në xhenet, dhe tjetrën jashtë kam frikë se ngelem jashtë. Allah. Që çfarë besimit. Transmeton Imam al-Bukhari nga Hazreti Amr ibn al-As, do thotë kështu, e pyeta pejgamberin alayhi salatu wasalam, kush është njeriu më i dashur për ty? Sa Aisha. Për gruan e tij. E pejgamberi ka kenë burr, ka kenë burr i realizuar në të drejtimet. Kush është njeriu më i dashur? Gruaja. Njeriu më i afërt, njeriu më i dashur. Isa, po pastaj, do të thënë prej burrave, sa baba i saj. Baba i saj kush? Hazreti Ebu Bekri. Allah. Shikoni më çfarë lidhje kanë pas me njëri tjetrin. Sot subhanallah ka njerëz që janë burrë grua dhe nuk duan me pa njëri tjetrin me sy të ballit. Po për çfarë? Për asnjë son. Ka hyrë shejtani. Edhe janë të pa aftë me dy burr shejtanin nga shtëpia. Sot me pyet dikën si a ke dikën të dashur, thotë, ja pra s'kan, nuk dua dhe nuk don kush. Ma i keq i njerëzve është ai që është në këtë drejtë. As nuk don kënd, as nuk e don kush. Dorsa besimtari, thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se është i dashur, edhe është i afërt me të tjerët, edhe i don të tjerët, edhe e duan të tjerët. Edhe është afër të tjerëve, edhe të tjerët e kanë pikë referimit. Ka thënë alayhi salatu wasalam në hadithin e transmetuar nga Imam Bukhari, inna min amanni an-nasi alayya fi suhbatihi Abu Bakr. Pra njeriu më bujar, edhe më vetmuhues në shoqëninë time, pra në marrëdhënie me mua, pra edhe me fen, është Hazreti Ebu Bekri. Bujar i jashtëzakonshëm, bamirës i jashtëzakonshëm, vetmuhues i pakrahasueshëm, i pa shembull. Kur lexojmë këto shembuj të dashur në të shtrenjtë, ne patjetër që frymëzohemi për me e pyet veten se po mirë, nëse gjithë ky shembull i madh tek Hazreti Ebu Bekri, a mund të kemi një hise nga modeli i tij? Edhe kjo momenti për me e pyet veten edhe me i dhan besën Allahu subhanahu wa taala, kështu brenda vetes. Pa teklif, domethënë jo mua as unë ju. Po kjo në marrëdhënie me besimin tonë, me fenë tonë. Or nëse ky është njeriu më i dashur i pejgamberit alayhi salatu wasalam, është njeriu që ka përmend Allah azza wa jall në Kur'anin famullar. Është njeriu që ka pas gradën më të lartë mas pejgamberëve të Allahut. Taiba mundem unë me kanë si shembull i tij? Edhe sa mundem me kanë unë si shembull i tij? Ka një ngjarje shumë interesante që e tregon Imam Ibnul Jauzi, edhe thotë se të parët
ja mësonin fëmijëve të tyre dashnin për Hazreti Ebu Bekrin dhe Hazreti Omerin, siç u mësonin suret e Kur'anit. Allah. Ja mësonin dashnin për Ebu Bekrin dhe për Omerin si suret e Kur'anit. Po mirë, me ja mësu fëmijës dashnin për Hazreti Ebu Bekrin dhe Hazreti Omerin, ç'do të thonë? Do të thonë me mësu fëmijën tonë me keni drejt, me keni besimtar, me keni pastër, me keni ndershëm, me keni vetmuhus, me keni i bindun se çdo gjë është në dorën e Allahut, edhe kur ke diçka, ju drejtu Allahut. Edhe nëse diçka të frigon, mos më frigo kujt përveç Allahut. E mëson fëmijën me kenë burr. E mëson vajzën me kenë me karakter, me ndershmëri, me pastërti, kur thu Hazreti Ebu Bekri. Hazreti Ebu Bekri është baba i Hazreti Aishës. As-Siddiqa e përmend Allahu azza wa jalla në Kur'anin familart. Dëshmon Allahu azza wa jalla për sinqeritetin dhe pastërtinë dhe ndershmërinë e saj. Është ajo gru, ose thuj ajo vajzë e re, gru e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që ishte ma e dituna, faqihja e fuqahave në mesin e sahabeve. Gratë mësonin fen prej saj, pse se ishte njeriu më afër pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kishte mundësi me e pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam edhe për çështjet që interesojnë botës së grave. Ka disa gjëra që janë specifike për gratë në Islam, pra në çështjet juridike islame, ka disa gjëra që janë specifike për burrat. Disa gjëra specifike për burrat, disa për gratë. Ajo që ishte ma e dituna për çështjet e grave, ishte Hazreti Aisha. Por nëse mësojmë vajzën tonë me kenë në kam të nanës tonë, Aisha Siddiqas, bajmë mirë apo bajmë keq? Sot kur kanë humbë pikat e referimit, edhe sot kur po zëvendësohet e mira me të keqen, sot fëmijët e vegjël din përmend emra të shumë njerëzve që konsiderohen në botën tonë si VIP, pra njerëz të një klasi të lartë, të janë, ku diun, elitat e botës, në fushat e ndryshme të jetës. Shumë mirë qofshin ata që janë. Ne nuk kemi punë me ata. Mirë po, personalitetet VIP realisht janë ata që kemi në Kur'anin familart, e njëjtën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ata që janë pika udhëzimi dhe pejgamberi ka thënë për ta janë si yjet, ata janë VIP të vërtet për ne. A ja mësojmë një fëmijët tanë emrat e tyne, shembullin e tyne, modelin e tyne, fjalët e tyne, që me urrit fëmijët tanë edhe rinia jonë me modelin e tyne. Dakor që fëmija jonë din kaq vjersha e kangë, ku diun si që emra lojtarë, aktorë që kështu përmend. Okej, shumë bukur është, kulturë kështu urbane. Mirë po, a din përmend sa që janë bazike? I din rregullat e imanit, i din rregullat e islamit, i din disa sure të shkurtra të Kur'anit, i din rregullat e elementare të fesë së tij, din personazhe dhe data kryesore të fesë së tij, duhet më mësu. Ne kemi nevojë patjetër që kur flasim për jetën e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, me u fokusu tek gjithë secili prej tyre edhe me letër e lapsë me disa shënime. Edhe më thonë, po, unë e veproj këtë se e ka vepruar Hazreti Ebu Bekri. Unë si vajzë e veproj këtë se e ka vepruar nana ime Hazreti Aisha. Unë si grua e veproj këtë se e ka vepruar nana ime Hazreti Hatixha. Në hadithin e transmetuar nga Imam Ahmedi, lexojmë fjalën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që thotë: "Ma nafa'ani malun qat, ma nafa'ani malu Abi Bekr." Do të thënë, nuk kam pas dobi më të madhe prej ndonjë pasunie se sa nga dobia e pasunisë së Hazreti Ebu Bekrit. Subhanallahu. Ai çka ka pas ka ardhur ja ka dhënë pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por çka ka përdorur pejgamberi? Për shtëpinë e tij, jo për se ka përdorur për shtëpinë e tij. E ka përdorur për të mirën e thirrjes islame. Ka pas një projekt, ka pas një angazhim, ka pas një ekspedit, ka pas një edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, kush e mbështet këtë? Ka ardhur Hazreti Abu Bekri ka thënë, unë, ja Rasulullah. Edhe e ka provuar. Mësojmë prej kësaj që njeriu në jetën e tij nuk duhet me kenë kurnac, edhe nuk duhet me pas synin e pangopun, edhe duhet me pas zemrën lastikut, që fut mërënd nga dashnia kësaj bote dhe ajo vetë se hapet. Jo, prej nuk është kështu dhe më thanë. Këtë botë sot e kemi, nesër nuk e kemi. Po ai që e ka, nuk ka me marrë me vete. Ai që nuk e ka, atje ku të shkoj nuk ka mu ba pishman se nuk e ka pas, apo e ka pas. Kjo botë është kalimtare, janë ditë të numërume. Dhe me thanë,
Unë e maj mend veten time në këtë xhamin, në xhamin e parë, si do jeni prej të pranishmëve këtu, këto djemë të risjej, mashallah aty, ai zotnia aty e për një tjetër. Sot jam ba me thënia të bardha. Dhe me thanë, sa do me jetu, edhe një herë kaq, dhe me thanë, sa mund jetoj ma tepër? Kaq është jeta, dhe me thanë. Sa nuk janë prej zotnive që kemi kenë ma ta? Nuk janë ma, të njësë prej hoxhës e prej njerëzve të mirë, haxhilerëve e tjere. Kam disa foto, në atë foto me gjyshin tënë, ki kenë, kaç ke kenë, i vogël e kenë. Ke kenë para se me të pasë në zansë në medrese. Imagjinat tash që të kam për mi kry. E ke parasysh? Të kam në fotografi një kaq, me gjyshin tënë pasë ramet. Masa nej të kam pasë në zansë medrese, tash të kam të marrë leje. Allahu ekber. Shqipe si u ba jeta? Subhanallah. Nuk ja vlen pasha Allahun me hum besimin, e me hum ujin e fytyrës, e me hum ndershmërinë, e me hum besimin e zemrës për interesin kalimtar të kësaj bote, një gotë ujë është ajo. Është shumë e rëndësishme që me e kërku botën, me e kërku jetën, me e kërku pasuninë, patjetër me punu, me u lodh, me sakrifiku, por me e pas në dorë, jo në zemër. Se kur e ke në zemër, bahesh rob i saj. E kur e ke në dorë, e komandon si don ti. E ilumi ai i cili e komandon pasuninë e tij, e jetën e tij siç Allah Azza wa Jall don. E ingrati ai që bëhet skllav i pasunisë së tij, e i dëshirave të tij, e i tekave të tij. Ky lloj hekesh në këtë botë. E ky lloj Zoti na ruaj në jetën e përtejme nuk i ka punë të mirë. E ne duam që nëpërmjet shembujve që përmendim, të këtyre burrave të mëdhej, me u përmirësu pak sa, se të gjithë ne kemi gabime, kemi të meta, kemi nuksane, kemi Zoti na falt. Po kemi nevojë me u rregullu, me u përmirësu sa do pak. Për ta përfunduar me kënë si edhe koha kalon. Në surën Tobe, në ajetin 40, Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Kujdes. Edhe nëse ju nuk e përkrahni, pra pejgamberin alayhi salatu wasalam, thuaj tash edhe fenë e tij. Faqad nasarahu Allah. Atë e ka përkrah Allahu. Dhe ati i ka dhënë triumf Allahu. Si pejgamberit alayhi salatu wasalam, si pesë pejgamberit alayhi salatu wasalam ja ka dhënë mbështetjen edhe përkrahjen edhe triumfin Allahu Azza wa Jall. Me ne apo pa ne, ajo ka me ecë përpara. Liudhhirahu ala dini kullihi. Ka me triumfu mi krejt thirrjet e fetë që janë. Mi faqen e dheut. Kush? Islami. Inna dina inda Allahi l-Islam. Kjo është feja Allahut Azza wa Jall. Edhe nuk ka dyshim. Mirë po ne ku jemi tashma? Ne jemi në pozitën mes dy rrugëve. Ose illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Ose ta përkrahni, atë ka përkrah Allahu. E nëse nuk e përkrahni, e ka përkrah Allahu. Pra ose me kenë me, ose me kenë në një rrugë tjetër. Ose me kenë me pejgamberin alayhi salatu wasalam, e me fenë e tij, me Kur'anin e tij, ose në një rrugë tjetër. Ajo rruga tjetër, çdo qoftë, edhe e shtruar me flori po të jetë, është rrugë që të shpije në humbje dhe dëshpërim. Jam mjekra ime. Ndërsa rruga e pejgamberit alayhi salatu wasalam është shpëtim i padiskutueshëm. Është shpëtim i pa llogaritur. Edhe ka një shpërblim të pamas. Pastaj thot: "Id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini." Pra kujto kur ata që mohuan Zotin e nxorren nga vendlinja e tij pejgamberin alayhi salatu wasalam nga Mekka. Ai ishte veti i dyti. Idh huma fil ghar. Pra kujto kur ata dy ishin në shpellë, idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ai tha shokut të tij, mos u dëshpëro se Allahu është me ne. Allahu ekber, shumë i madh ky ajet kuranor. Ky ajet kuranor është sistem jetë tek ne. Domethënë, edhe në vrimin e një shpellë të vogël po të jesh, e të tjerë të ndjekin duke të bërë zullum, e ti je me Allahun, mos u dëshpëro se Allahu është me ty. Edhe kundërta, Zoti na ruaj. Nëse je zullumqar, Allahu Azza wa Jall e pranon lutjen edhe të femuhuesit kundër teje. Parimi jonë është mos i bëj zullum kujt. Parimi jonë është le të jetë krejt bota kundër nesh. Le të jetë krejt bota kundër nesh nëse jemi me Allahun, Allahu ka na dhënë rrugë zgjidhje. Edhe nëse jemi në vendin më të ngushtë të botës. Edhe nëse jemi në një vend ku mezi rrin dy persona, në një vrim në tokë.
rrim me faqe të bardhë edhe shumë të qetë, siç pejgamberi alayhi sallam vepronte, edhe i thoshte shokut të tij, la tahzan, inna Allaha ma'ana, mos u dëshpëro se Allahu është me ne. Ne këtë dum me nxjerr në pah edhe me mësu fëmijëve tonë të rive tanë, rinisë tonë nëpërmjet shembullit të Hazreti Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Pse? Ti sot përballesh me sfidën e papunësisë. Ti sot do të më hap një shtëpi të re, do të më feju, do të më martu, do në gjetë një rrogë të mirë, ke 1001 halle. Sistemi që na rrethon të gjithëve ne është i atill që veç do me ta marr frymën ty e mua të gjithëve. Politikat që përhapen gjithandej në kohën tonë, gjithandej në përbot, janë politika që dojnë me ta marr frymën. Edhe ti me ngel gjithmonë i varun. Do të jenë dilemë, si me ecë përpara, ku mu mbështet, të kush me shku, të kujt me i trokit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam na sjell shembullin e Hazreti Ebu Bekrit. Na sjell shembullin e vetmuhimit të tij, shembullin e bujarisë të tij, dhe mi të gjitha Allahu subhanahu wa taala na sjell shembullin e pejgamberit me Hazreti Ebu Bekrin në shpellën e Thaurit, la tahzan inna Allaha ma'ana. Allahu azza wa jalla që ka rrezikun në dorë, na ka jetën, na ka vdekjen, ka gjithçka në dorën e tij. Po të dojë diçka i thot bëhu edhe ju bahet. Ai Zot nëse ti je i lidhur me atë nuk të lën kurrë në baltë. E nëse ti e humb besimin në Allahun azza wa jall, lëkundesh përpara sfidave të ndryshme të jetës, bjen në provimet e jetës, ti edhe aftësia jote për qëndru në kamp. Me Allahun nuk bjen asnjëherë. E pa Allahun, edhe nëse je në majat më të larta të botës, ti në fakt je në fund të fundit. Edhe historia është vërtetuar si më i mirë kësaj që po them. Të dashur të shtrenjtë, e përfundoj mesazhin edhe këtë që kisha përgatitur për ditën e sotme, me lutjen edhe me shpresën që Allahu azza wa jall më na udhëzu drejt shembullit të më të mirëve. E më na majt të lidhun pas modelit të sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, shembull i cili na frymëzon për herë më të lidhun me fenë Allahut azza wa jall, me besimin, me ndërshmërinë, me pastërtinë, me kënd të moralshëm, me kënd të sjellshëm, me kënd afër njëri tjetrit, me kënd njerëz që e ndihmojmë dhe e përkrahim njëri tjetrin, dhe me kënd njerëz kështu të izoluar si në bunker. Ne nuk jemi njerëz shpellash, as nuk jemi njerëz bunkerësh. Ne ja duam të mirën gjithkujt, punojmë për të mirën e gjithkujt, edhe i lutemi Allahut azza wa jall që më na dhuroj sinqeritet edhe më na e pranu atë që bëjmë. Allahu ju dashur dhe begatoft, ishte kënaqësi që isha në mesin tuaj. Nëse ju keni ndonjë pyetje, unë ju ndëgjoj me vëmendje. Wa sallallahu ala sayidina Muhammedin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Shumë faleminderit.